Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do t'ju flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 2 tetor 2025. Jemi në ditën e Jupiterit. Për ndikimet më të rëndësishme gjatë kësaj dite do t'jetë një frymë socializimi vërtet shumë e lartë, e cila është vërtet shumë e favorizuar në këto momente. Komunikimi me shoqërinë është vërtet shumë efektiv dhe kjo na ndihmon shumë për të kryer marrëdhënie të cilat janë vërtet shumë të shëndetshme. Ndërkohë që marrëdhëniet çift kësaj dite mund të jenë disi të sfiduara, sidomos në qoftë se deri në këto momente kemi pasur probleme të cilat i kemi anashkaluar. Por kjo është edhe një ditë të cilën mund ta shfrytëzojmë për të sqaruar gjërat të cilat deri në këto momente kanë qenë të paqarta, po ashtu edhe për të shprehur në shumë efektive mendimet tona, ndjenjat, po ashtu edhe pasiguritë, sepse gjatë kësaj dite do të kemi shumë më të thjeshtë të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Pikat në të cilat do të këshilloj që të jemi më të vëmendshëm do të jenë investime, duke qenë se mund të jemi disi më të nxituar dhe të marrim vendime të gabuara. Por në qoftë se duhet patjetër që gjatë kësaj dite të bëjmë marrëveshje të ndryshme, do të këshilloj që të merrni ndihmën e specialistëve apo edhe të miqve tanë. Diçka tjetër që do të këshilloj që të shmangim do të ishte sforcimi i tepërt i trupit tonë, duke qenë se në këto momente imuniteti jon mund të bjerë më shpejt. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.